Përshëndetje miq, sot isha dhe mbasdite në punë dhe nuk pata shumë kohë, por aman vaktin e sajova për darkë. Këtu sot tema si të sajojmë një vakt të shpejt dhe ekonomik. Kemi këtë kungullin gati 400 gram për dora sot e ndava gjysëm, një kokorqip, një thelpudër dhe një presh. Tani da shikojmë një herë se çfarë do përgatisim së bashku. Farat do t'i hedhim në mikser, farat me gjithë këto fijet që ka kungulli brenda, unë nuk I hedh te ju që më njihni e dini shumë mirë që unë I recikloj të gjitha. Presim kungullin që do përdorim gjysmën e futa frigorifer, I hiqim lëkurën, e shplajm pak e lëm minikulor se minjan. Këtu kemi farat e kungullit me gjithë ato fijet me 2 garuzh dhe lëng vegetale e bluajn. Këtu ndërkohë preshin qepën hurdhën e bluajmë në mikser, pse do thoni shpejt e shpejt për shpejtësi. Thash para se të miki dielli, sot kam punuar edhe mbazit, jam lodhur pak vaj ulliri në tigan, kuqim preshët e qepën e hudhër. Basi janë kuqur, shtojmë orizin e përthajmë. Oriz 2 garuzh dhe oriz, jo më shumë. E përthajmë mirë orizin, basi kemi bluajtur dhe kungullin, e hedhim dhe e skuqim bashkë me orizin, derisa të përthahet pa kungulli. Shtojmë lëngun e farave të kungullit që bluajtëm, e kullojmë mirë me këtë kullor, se shikoni tani, pak piper, ju dini shumë mirë, ju që më ndiqni që unë nuk I hedh shumë përbërës gatimeve. Këtu kemi lëngun vegetal dhe ja hedhim orizit pak e nga pak, këtu ke trazuar pak e nga pak më falni, derisa të jetë gati. Ndërkohë I hedhim kur është para se ta heqim pak djath parmixhan, dhe sharova gjalpin, pra dhe e kam hedhur mbas djathit parmixhan edhe gjalpin, ja 60 gram gjalp, e trazoj mirë. Një sekret që do t'ju jap, lëni gjithmonë pak lëng vegetal. Në momentin që shërbejmë I hedhim pak tek digani, nëse familjarët vinë bon nga puna. Kaq kisha për sot, ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve. Ciao ciao.